I nderuar fortlumturia juaj kryepiskopi I Tiranës, Durrësit dhe I gjithë Shqipërisë, I Zot Joani. Sot Kisha Ortodokse Autokefale e Shqipërisë, mes lutjesh dhe lavdërimesh drejtuar Perëndis ton triadik, ngazëllohet me ngjitjen tuaj në fronën e saj kryepiskopal. Kjo kishë ka rrejnë të lashta apostolike, si e mbjell nga vetë apostujt. Nga Jerusalemi e përqarkë deri në Iliri, ka më shpallur plotësisht ungjillin e Krishtit, shkruan Pavli I kombeve. Populli I krishterë I trevave të vendit ton u sprovua vazhdimisht ndaj ndryshimeve politike dhe shoqërore, të cilat lanë gjurmë të thella në historinë e tij, madje shumë herë edhe të dhimbshme. Për ta ngushëlluar dhe për ta drejtuar atë, Perëndia do të nxirrte në pa figura dhe personalitete të shquara, një pjesë e mirë e të cilëve numërohen mes shenjtorëve të kishës. Përmendim këtu episkopët e parë të Durrësit, apostull Qesarin dhe Shënastin, si dhe Shën Eleftherin, episkopin e Vlorës. Aktet e sinodeve ekumenik përmendin emra kryepriftrinjësh si përfaqësues të një komuniteti me organizim të zhvilluar kishtar brenda territorit të Shqipërisë së sotme. Gjaku I dëshmorëve të krishterë vendas mbeti vull dëshmie I jetës adhuruese të krishterëve ndër shekuj. Një tjetër dëshmi e tillë do të jetë edhe prania e shenjtorëve lokalë, si Shën Joan Kukuzelit, Shën Niponit, Shën Nilit e të tjerë. Figura luftëtare e Gjergj Kastrios Skënderbeut do të jetë simboli I qëndresës së krishterë europiane ndaj pushtimit Osman. Gjatë kësaj periudhe dhe në vazhdim do të dalin në pa personalitetet të tilla kishtarë si Manisiu, Sofiani, Mitrofani, Dositheu, Shën Kozmai Tolis, Shën Nikita Arvaniti e shumë të tjerë. Krijimi I shtetit shqiptar me arritjen e pavarësisë në vitin 1912 nxiti përpjekjet edhe për pavarësinë e kishës ortodokse, e cila shpalli autoqafelinë e saj më 1922, të pranuar e të bekuar nga Patriarkana Ekumenike më 1937. Një nga emrat më të spikatur të kësaj çështje do të jetë Fanoli, I cili përveç të tjerave do dallohet edhe për kontributin e tij letrar, që kulmon me vepra përkthyese të teksteve adhuruese kishtare, si trashëgimia më e çmuar në gjuhën shqipe për shqiptarët ortodoks. Figura të tjera kryepriftrinjësh si Visarion Gjuvani, Agathangel Çamçe, Kristofor Kisi, Evloj Korilla e të tjerë do të jenë pjesë aktive e historisë në procesin e shpalljes së autoqefalisë. Kisha jon ishte ende duke kërmtuar për të ku lufta e dytë botërore pushtoi historinë e njerëzimit. Dhe sikur të mos mjaftonte kjo, ajo të pasohej mëtej nga regjimi I diktaturës së egër komuniste. Populli I zgjedhur I Perëndisë do të përjetonte robërinë e plumtë dhe më shkatëruese që kishte provuar ndonjëherë Kisha e Krishtit. Besimtarë dhe klerik të shumtë do të përsekutoheshin dhe do të martirizoheshin për besimin e tyre. Ne kemi detyrimin shpirtëror dhe kombëtar t'i njohim dhe t'i nderojmë ata. Pasuesit e tyre do të ishin njerëz të thjeshtë, pa grada dhe ofiqe, por heronj të heshtur dhe besimtar të zjarrt, si atë Kozma Qirio, episkopi më vonshëm I Apollonisë, si Mota Cico e shumë të tjerë, zemra e të cilëve u bë afron I Krishtit Perëndi
dhe burim lutjesh për ringjalljen e kishës tonë. Dhe Perëndia e dëgjoi klithmën e bijve të tij, e dërgoi për ta Mojsiun e ri, kryepiskopin Anastas, i cili do ta udhëhiqte këtë popull të shumë vuajtur për më tepër se 33 vjet, duke prehur zemrat e tyre me shpresën e ngjalljes dhe gëzimin e Jerusalemit të epërm. Kur më nuk dol në Izrael një profet si Mojsiu, ashtu sikurse kur nuk do të ketë të dytë si Anastasi i ngjalljes. Të gjithë sa jemi sot këtu, e pamë dhe e dëgjuam, ai jetoi mes nesh për ne. Këtë Mojsi kolosal, të cilin ne e përsollëm vetëm për para 2 muajsh, ashtu siç e kishte hije dhe e meritonte, me madhështi të përmbajtur dhe plot hir. U zgjodhët ta pasonit ju fort lumturi, si një Isuj i ri i navis. Ate që vuri themelet të forta dhe sigurta në kishën tonë, thirrjen e ju ta pasoni për të vazhduar tani me ngritjen e kolonave të sigurta të kishës së Krishtit. Shërbesa për të cilën ju zgjodhi Zoti është me të vërtetë e vështirë dhe sfiduese. Po ne të gjithë kemi sigurinë se Zoti do të jetë me ju, ashtu siç ishte me paraardhësin tuaj, dhe ai as nuk do t'ju lërë, as nuk do t'ju braktis. Jeni të fortë dhe keni guxim. Ne besojmë që kjo është zgjidhje dhe vullneti i Zotit. Vetë Perëndia ju mirosi si një Isu të ri të navisë, që të jeni bashkë udhëtar me Mojsiun Anastas. Ju keni vërtetuar se e doni vendin tuaj, popullin e vuajtur shqiptar dhe besimtar, duke mos pranuar kërkesat tunduese për të shërbyer larg atë dheut. Me të përfunduar studimet teologjike në Universitetin Holy Cross në Boston të Amerikës, u kthyet menjëherë në Shqipëri për t'i afruar veten tuaj kishës ortodokse pranë primatit të saj, të lumturit Anastas. Që prej zanafilës së veprës së tij misionare, ju jo vetëm ishit i paralindur i tij, jo vetëm u burëruat në tendën e tij, por ishit një nga bashkëpunëtorët dhe mbështetësit e tij më të ngushtë. Kontributi juaj shtrihet edhe në fushën e shkrimeve, kryesisht të teksteve dogmatik, duke nxjerrë në pak dhe aftësinë tuaj përkthyese, por edhe konsoliduese të gjuhës dhe terminologjisë teologjike, kaq të nevojshme dhe të ngutshme për literaturën e gjerë ortodokse. Ju treguat një bari i mirë dhe i denjë i grisë tuaj për 27 vite me radhë në drejtimin e Mitropolisë së Shenjtë të Koçës, duke shndërruar atë në një gur të çmuar të kurorës së lavdishme të kishës sonë. Populli shprestar i Koçës me fesnikërinë e tij ju deshi dhe ju mbështeti. Edhe ne premtojmë se do t'ju duam dhe do t'ju mbështesim. Ju shkëlqyet në të gjitha shërbimet që kisha ju besoj. Theksojmë drejtimin e Akademisë Teologjike, ku disa nga ne, anëtarët e Sinodit të Shenjtë, ju kujtojmë me shumë minjohje si dekanin dhe mësuesin tonë. Ju përfaqësuat kishën tonë në misionet e shenjta, brenda dhe jashtë vendit, në dialogun kombëtar dhe ndërkombëtar mes kishave. Ju ftoheni ta çoni më tej veprën titanike anastasiane për ruajtjen e unitetit të shenjtë të kishës së Krishtit, si çështje kritike aktuale.
Në botën e sotme të zhvillimit marramendës të teknologjisë, ungjillëzimi i popullit mbetet një domosdoshmëri jetike, sikurse ju përmendni shpesh, se gëzimi gjendet vetëm në lajmin e mirë. Shembulli dhe amaneti i paraardhësit tuaj ishte dhe ruajtja e harmonisë dhe bashkëtesës fetare mes komuniteteve fetare të vendit tonë. Deri tani ju keni ditur ta ruani këtë thesar të çmuar të shqiptarëve. Me vota unanime për zgjedhjen tuaj, Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë shprehu unitetin e tij, por e të gjithë klerit dhe popullit besimtar. Prandaj shpallim një zëri. Ne jemi me ju, fort lumturi, sepse është gjë e mirë dhe e pëlqyer të banojnë vëllezërit së bashku. Në ngritjen e kryqit tuaj si primati i Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, të gjithë lutemi dhe ju urojmë, Zoti ju mbush të plot me frymë urtësie për të udhëhequr popullin e Perëndisë. Jemi të sigurt që urimeve dhe lutjeve tona sot këtu u bashkohet edhe gjithë Kisha triumfale me shenjtorët e saj dhe me çdo shpirt që shërbeu dhe mundua për Kishën Ortodokse Autokefale të Shqipërisë. Dhe kjo do të ndodhë për lavdin të Perëndisë tonë. Prandaj lutemi bashkë me Davidin. Jo neve o Zot, jo neve, por emrin tënd jepi lavdi për përdallimin tënd dhe të vërtetën tënde. Prandaj, për të gjithë ne, nga qielli dhe dheu, sot dhe në vazhdim, lutja jonë do të jetë: kujto o Zot kryepiskopin ton Joan, të cilin falja kishave të tua të shenjta, me paqe, të sigurt, të nderuar, të shëndetshëm, jetë gjatë dhe shpjegues të drejtë të së vërtetës sate. I denj, Axios. Fort lumturi, në emrin të Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, pranoni këtë radhë si shenjë të barimit të popullit të zgjedhur të Perëndisë. I denj, Axios.